Mirëmëngjesi të dashur gazetar. Ju uroj mirëseardhje në këtë transmetim live. Do të kemi deklaratat për shtyp të kryeministrit të Estonisë dhe kryeministrit të Shqipërisë, zotit Kristen Michel dhe Edi Rama. Zoti Michel, fjala është për ju. I dashur Edi, mirëseardhje në Tallinn, në Estoni. Jam shumë i kënaqur që ju uroj mirëseardhjen këtu, saktësisht një vit më pas, po gjithashtu dua të them që Shqipëria është një aleate shumë e mirë në NATO. Faleminderit për kontributin tuaj në sigurinë e rajonit Balltik. Ka më shumë se 2000 kilometra midis Tallinit dhe Tiranës, por ndajmë të njëjtën pikpamje. E dim që siguria jon është e ndërlidhur. Ndërsa i afrohemi samitit të Ankaras, Europa duhet marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj. Objektivat e Rusisë nuk kanë ndryshuar. E shohim çdo ditë në sulmet kundër popullit ukrainas e qyteteve të Ukrainës, por Rusia nuk është e pamundur të mposhtet. Së bashku ne vazhdojmë të punojmë për një paqe të drejtë që zgjat në Ukrainë. Ukraina i përket familjes europiane, e kështu është edhe për Shqipërinë. Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë gjë. Vazhdoni të ecni përpara me reforma për të ardhmen e vendit dhe popullit tuaj. Në qoftë se Shqipëria përmbush angazhimet e saj, atëherë edhe Bashkimi Evropian do të bëjë të njëjtën gjë. Fluturimet e drejtpërdrejta midis Tallinit dhe Tiranës çelin mundësi të reja për turizmin e njerëzve dhe bizneset. Kemi në fakt shumë të përbashkëta, bashkëpunimi për çështje digjitale dhe interesi në rritje për inteligjencën artificiale. Përvoja e Estonisë si një vend digjital tregon se teknologjia mund të reduktojë burokracinë dhe të përmirësojë shërbimet publike. Sot thuajse të gjitha shërbimet publike në Estoni janë online. Nisma jon e sapo prezantuar e inteligjencës artificiale është një investim i rëndësishëm në të ardhmen e Estonisë, ndihmon në rritjen e ekonomisë dhe në rritjen e punës së njerëzve. Pres me padurim të thellojmë bashkëpunimin për çështje digjitale dhe inteligjencën artificiale. Shqipëria ka një ministre për inteligjencën artificiale. Estonia qartësisht duhet të ecë që t'ju kap aty. I dashur Edi, faleminderit për vizitën tuaj. Çështje flamuri shqiptar mbalvitet në qendrën për mbrojtjen kibernetike të NATO-s në Tallinn. Ndërkohë që vitin tjetër do të shenjojmë 25 vjet marrëdhënie diplomatike midis Estonisë dhe Shqipërisë dhe besoj që bashkëpunimi ynë do të bëhet edhe më i fortë. Sot pasdite do të vazhdojmë diskutimet tona në konferencën Lennart Meri. Së shpejti do të takohemi në samitin e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor dhe gjithmonë jeni të mirëpritur të ktheheni në Estoni. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama, fjala është për ju. Kryeministër i dashur Kristen, së pari më lejoni që të saktësoj pak gjërat. Kur erdhët në Tiranë, ishte ditë me shi. Jo. Është gjithmonë ngrohtë, por ishte ditë me shi sepse Keir Starmer e solli nga Londra. Sot është ditë me diell në Tallinn sepse solla diellin nga Shqipëria. Kështu që faleminderit që më dhat këtë shans të sjell ca diell këtu, por më së pari dua të shpreh mirënjohjen që më së fundi më lejohet të vizitoj këtë qytet, të cilin e kam imagjinuar gjithmonë si një laborator të së ardhmes që shkruhet dita ditës. Dhe është e vërtet që ky qytet është i mrekullueshëm edhe fal asaj çfarë është ndërtuar në të shkuarën. Por dua thjesht
T'u them qytetarëve estonez që kemi admirim të plot për ta, sepse në vend që të vazhdojnë të jetojnë në një muze, ata kanë vendosur të jetojnë në të ardhmen, dhe kjo e bën Estonin, atë qytetin që shkëlqen më i kodrës, sidomos për një vend si Shqipëria, pasi jemi të vegjël dhe kemi nevojë për shembuj të tillë. Dua po kështu t'ju falenderoj për mikpritjen shumë të ngrohtë. Më duhet të them që u befastova shumë kur kuptova që kishit ushqim shumë të mirë këtu, që nuk është diçka që do e prisja. Ndërkohë, faleminderit shumë për bisedën e dobishme dhe që ndatë me mua si ja dolët me sukses si vend për të bërë atë që ju e quani kërcimi i tigrit në ecjen përpara dhe për mënyrën se ju mendoni e veproni për të bërë këtë kërcim të dytë duke ju përgjigjur sfidave të epokës së re të inteligjencës artificiale. Më lini t'ju them, miku im, ne ju jo vetëm që kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë atë udhërrëfyes estonez dhe jam shumë mirënjohës që në thatë se jeni gati të prisni njerëzit tanë të vinë më shpesh të mësojnë prej jush e prej asaj çfarë ju po bëni, sidomos në nivelin e sektorit arsimor, duke nisur me fëmijët, për t'ju dhënë atyre instrumentet që ta çojnë vendin në një tjetër nivel. Është afërmendsh që ne duam të sigurohemi që edhe rrugtimi ynë drejt 2030-s të shtrohet me të njëjtin inovacion që ka bërë Estonin një markë globale. Edhe ne kemi shumicën 95% të shërbimeve tona online dhe synojmë tashmë të ecim përpara me inteligjencën artificiale. Ju përmendet ministren e inteligjencës artificiale, jemi më së të lumtur që t'ju a prezantojmë. Nga ana tjetër, me të drejtë përmendet që Estonia dhe Shqipëria janë shumë të bashkuara. Jo vetëm nga NATO-ja, por nga një refuzim, por edhe nga një refuzim i palëkundur për të mos lënë fuqitë e huaja që të minojnë mënyrën tonë demokratike të jetesës. Ne jemi dy kombe që më së fundi jetojnë me dëshirën për të kapur të ardhmen, pasi janë mbajtur për një kohë kaq të gjatë në të shkuarën, jo për zgjedhjen e tyre, por për shkak të imponimit të regjimeve që ndanim deri në një moment të caktuar në histori. Po kështu jemi tejet të vendosur të mbrojmë atë çfarë kemi, dhe kjo jo vetëm na bën kombe me të njëjtën mendësi, por na bën absolutisht aleat e miq të natyrshëm. Ndaj, faleminderit shumë, edhe që vazhdoni të mbështetni Shqipërinë. Presim me padurim të kalojmë në fazën tjetër shumë shpejt dhe të vazhdojmë duke nisur mbylljen e kapitujve të negociatave. Lidhjet tona ekonomike po rriten. Ju përmendet fluturimin e drejt për drejt dhe unë dua t'ju them që është kënaqësi të shohësh trefishimin e numrit të estonezëve që vinë qysh prej 2023-shit.
Dhe në fakt shpresoj që do të zgjatet ky sezon i fluturimit drejt për drejt. Dua t'u them estonezëve që ndërkohë që lini vendin e Erstier gjeni diell, kështu që ju ftoj ta lini, të largoni nga vendi edhe në dimër që të vini të gjeni plazhet. E me qëra fjala, nuk kemi simpati për Vladimir Putinin atje, kështu që do të ndiheni krejt si në shtëpi. Së fundi në radhë, por jo prej rëndësisë, duam të shohim novatorët teknologjik estonez që të shohin të hedhin syt nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit dhe teknologjia në Shqipëri. Miku im, faleminderit shumë, dua t'ju garantoj që nuk është thjesht për hir të protokollit, po kjo është ajo çfarë ndjejmë të gjithë. E gjithë ekipi është të jetë i lumtur që gjendet këtu. Presim me padurim që të bëjmë edhe më shumë së bashku, sepse që shprej shumë kohë na keni mësuar dhe i tregoni çdo vendi të vogël në mbar botën që të jesh i vogël nuk është kufizim. Ndaj faleminderit për këtë. Faleminderit kryeministra, faleminderit për vëmendjen.